parasysh që nuk e ka bo asnjë hap, ka mundësi të tona. Ka parasysh garen edhe natyrisht të dielën ardhshme e zgjedhjet, po nuk mund të lëshoj pa i shfrytzuar disa minuta për të kthyer edhe pak te LDK-ja edhe te rrugovizmi. Aty mbrapa e ke flamurin e Ibrahim Rrugovës, flamurin Dardan në këtë paraqitje. Ku është rrugovizmi sot? Po vetë flamuri tregon gjithçka i Dardanisë. Vetë emërtimi i Dardanisë është një lloj rikthimi. Rikthimi me Dardaninë. Po se e përdori shpesh edhe simbolikën, për mu Dardania do më thonë shumë. Flamuri Dardan do më thonë rikthimi në fuqinë që kanë pas dikur Dardan para Sllave. Kërkesa edhe kjo ka simbolikën e vetë, edhe unë po përdori këtë simbolik, na duhet mu kthy në rrugovizëm në kuptimin e stabilitet shtetit, një personalitet i cili e ka dënu partinë e vetë, e ka zvoglu partinë, i vetëdijshëm i vetëdijshëm, në kuptimin e kësaj dhe Rrugova i ka fajt, sepse na ka lënë këtë trend, këtë kulturë të kompromiseve shpesh edhe në dëm të partisë. Po atëherë kemi qenë në fazën e krijimit shtetit, shtyllat shtetit, pavarësisë. Kjo e rrugovizmit, kuptimin e ka stabilitet, me kriju bre një shtet normal. Kur gjanë nuk pëdom me kriju një shtet normal. Pas sa vjeteve, edhe të pavarësisë, na pëdot me folë qësh me pështu shtetin me kriju një farë stabiliteti. Me pas qeveri normale, me pas institucione, me pas kuvend normal, me pas president normal. Kur gjanë nuk kemi normale. Po frika jemi është kur gjanë na jemi shumë keqë, po muj me qenë edhe ma keqë. Mirë po këto nuk du me kriju defetizm. Njerë si kur unë nështë ta jam prej atynve, nuk krahasohem me shumë të tjerë të cilët janë duke u kyç, kanë mundësi me dhanë kontributin e tynve në segment të cilat i njojnë. Çfarë i thot Blerim Kuqi, votuesit, i cili ka qenë në LDK, ka shkuar në vetëvendosje, sot e shef Vjosën teksa kthehet në LDK, por ka dilema nëse duhet të qëndrojë ende në vetëvendosje për shkak të Guxojit, të Nika Gërvallës dhe të tjerëve, apo të kthehet në LDK. Cili është mesazhi yt për ta? Kur dush me u bashku, nuk e shikon ato çka dallon, po ato çka të bashkon. Duhet me shku ajo çka i kemi të përbashkët, jo ato çka na ndon.